Ky emision përmban vendosje të produkteve. Përshëndetje të dashur, sot prap jam me Edisi në kuzhinë dhe kjo po më asiston mua në këta, mirë po mundon me jap më të mirën nga ajo që na dim. Përshëndetje publik, dje kemi hongër pull, po sot do ndryshojna pak. Sot do të hojna, dje kena hongër proteina, sot do të hojna pak karbohidrate. Qa vëna preferën kushta? Po unë po menoj një past me bo një tortellini ma konkretisht. E bojmë sot një tortellini shikus të dashur dhe të shohim se çfarë tortellini do të përgatisim ne. Këtu e në tortellini pra, dojna me bo me një sos të bardhë. Banë, e më të banë. Mirë është. Vetëm pak parmezan, pak magdanoz. Atë afroja. Po banë frit edhe pak letë në nxehtë kjo është. Tortellinet masi që vlen uje, do një 5 minuta do të thotë. Një lona atë është mirë. Flokë është pak në mërit. Pak. Ata shikus po presim pak derisa trashët kjo. Sa do parmezan janë një mandë? Kjo është pak parmezan. Pak magdanoza ban ludo. Qeves pak më së trashët. Pak. Ndreqë mirë e banë. Tash edhe pak. Krepa në i... Edhe pak kryp edhe pak. Të rendali këta. Qite edhe pak kryp. E marrë një pjatë funkër kështu. Qesim pak milë këtu. Edhe pak ujë. Një derë për qes pak. Pak. Shumë mirë. Këta e qesim pak për me trashat sosja. Kjo mjafton me shka që edis. Po, qeves të vetëm pak. Të përzina edhe këto. Se që edhe kjo më kry. E ndalëve këto. Pjatën këto. Në një bonaj përzimje dhe shka kështu. Këtu përfundoj do më thonë kjo, si që përshëni tortellini në një sos të cilën Edisi e ka përgatit. Dërsa tortellini të ka përgatit të kushtrirë. I boft mirë. I boft mirë.